Mbrëma të gjithë, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet të veçantë të zonës Lina Malhani. Meshat Hodobashi, autori para pak kohësh u largua nga jeta dhe sot e përfaqëson djali i tij që do mbajë një fjalë të shkurtër dhe do recitojë një poezi. Ju uroj një mirëseardhje dhe e merr fjalën Mimoza Vasku, që është redaktore e librit. Shpirti i tij qoftë i barazës. Të dëgjonte një fjalë nga këshilli. Nga miqësia e Seretitme që për të mund të ishte vetëm gjurmët e hapave të saj. Me këtë rast, unë përgëzoj këtë grua e cila ka arritur deri këtu ku ka arritur, sepse radhë gra kam takuar në të reqë. Radhë gra ose ndoshta në Shqipëri përveç Inës asnjë ka shkuar në Karkutën e Largët. Ina është një grua e zonja dhe ndoshta asaj nuk mund t'i ngjajë një grua e dytë. Libër ka një histori interesante. Vetë prodhimi i librit, ashtu si dhe vetë jeta e Inës që e përshkruan, që rezultat i një rastësie të çuditshme, por që po ta shohësh të nuk është rastësi. Unë Inën e kam njohur kur lindi nevoja që i matë, i cili ndrojet para disa javësh, kishte nevojë për kujdesje mos e hetot. Vite më parë, në një shtëpi të një shoku tim, i cili kishte nënën në gjendje të rënduar, unë takoj një grua e cila kujdesej për të zonjë që kishte në gjendje të rënduar, e cila me qetësi i knonte këmbë asaj gruaje, dhe e cila i shërbente asaj në ato gjendje dhe kohë shumë të shtypje që do të kalonte. Dhe kur lindi nevoja për kujdestare, nuk kishte dyshim se këtoja të merrja. Ne kam takuar Inën dhe Titin të dy bashkë me shokun tim që prezantoi. Dhe që në moment Ina filloi kujdesen për t'i marrë. Ai dëgjoi për disa muaj rresht, ndoshta 1 vit, 2 vjet rresht, copza nga historia e jetës Inës. Duke qenë njëri që kishte qejf shkruante, ato që dëgjoi e bën që t'i linte një dëshirë e zjarrt që ta tregonte këtë histori në formë një libri. E shkroi pasi nuk mund të rrinte pa e hedhur letër ato vjetra raste që dëgjonte kur Ina tregonte për Nanin që ishte në atë fshatin ose në qytetin X dhe që kishte të problem, ose atë vajzën e re që kishte problem dhe ajo e çoi të strehojë në ullin e motorëve të Terezës. Në fakt kjo ishte edhe mesazhi që në Shadi e përshkruan shpesh në libër, sepse e kontraston, e bën kontrast me terrenin ton, në vendin ton që gjërat nga njerë janë të egra, ku fatet e njerëzve janë më të rënda se ç'duhet ishin, dhe dora që ndihmon shpeshherë mungon, i mungon atyre të cilëve ajo ofron. Këtë është munduar ta kapi të Shadi si autor në libër. Dhe kjo ishte edhe thirrja e tij në atë javë para se ndronte jetë, që ishte një lloj apeli, një lloj thirrje që duhet të njihet, sepse jo thjesht që Ina të marrë lavdi, por kjo tokë, ky vend, kjo shoqëri ka nevojë që të mësojë se si t'japi. Për ta ilustruar, do ta zgjas shumë, po doja vetëm të kap një pjesë nga libri, në bazë
vetë më shumë se shku ta them unë. Ajo me vajzën bukuroshe pas gjoksit, e shoqëruar me vajza e madhe, marrë autobusin Durrës Shkodër dhe nisën në mëngjes herët për në kontrollin e Shkodrës. Çenirë solli këtu e pyeti drejtoresha dhe sytin bankat e këfoshnjave në vështirë me një batanie tjetër. Jemi allergjie dhe pa dëshirën tonë, por kushtet e këqija na detyrojnë të dorëzojmë këtë fëmijë të gjetur sot fuzulumit, e cila po qanta aq shumë dhe e qara e saj na bëri të vrapojmë drejt saj. Dhe drejtoj fëmijën nga ajo që të vërej më mirë kujdesi që dërguar nga të fëmijë. Çfarë dispononi për të, pyeti drejtoresha? Vetëm këtë copletër për shkruajt emri i fëmijës. Tina Krosi. Ja për njerëzve. Dhe pikërisht këto ju ftoj tash gjeni vetë në libër, përveç natyrisht momenteve ku ajo përshkruan edhe se si ajo ndërtoi jetën vetë, etikin dhe vajzën. Po duhet ta marrësh në zemër të madhe dhe në vend që të mblidhesh dhe të thush mos më kanë dhënë dhe s'do jap, përkundër të japësh edhe kur nuk kanë dhënë. Faleminderit për shëndet të mirë, faleminderit. Faleminderit shumë Ledar, ishte një fjalë tepër emocionuese dhe kuptuam edhe një herë, siç është dhe në kovertinë, që Nën Teresa ka lënë pas një Nën Teresë të dytë njësojësi. Shtojmë artisten e mirënjohur, këngëtarën tonë, Hatice Lushi, me dy këngë, Baresha, të Nezmini Pagarushës së pavdekshme, dhe më të bukurës Në Strigar, me muzikë të Naim Gjoshit dhe tekst të Zef Serendes. Mirë se erdhë. Jam shumë e lumtur që jam sonte këto të dashurina, të humanizmit, dashurisë, mirësisë, bukurisë, shoqërisë e gjithë tjerave. Unë do të këndoj dy këngë, e para është Baresha, që them se do ta përcjell në mënyrën time, se siç e këndon Nezmini Pagarusha, asnjë nuk mund ta këndojë Baresha. Por unë jam munduar si mikja e saj ngushtë, ta sjell ashtu në mënyrën time. Edhe tjetra është më të bukurës Në Strigar, ku poeti Zef Serendes ja ka kushtuar të dashur vetë në struk. Edhe kjo është një perla të Naim Gjoshit.
madhe Hapi Xhelushi dhe tani ftojmë ato që na ka ftuar të gjithëve, zonjën Ina Malhani. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni ardhur dhe keni respektuar këtë event kaq të rëndësishëm. Siç është libri që ka shkruar jo pak vjet, 88 vjeçari, Meshat Hodobashi, i cili për mua u bë baba. Jo vetëm që ishe beja, po e doja në shpirt. Dhe e kam bërë të shëpim, kur thojnë të del vetë shpirti, të të punu ma shumë për gjyshit si që thoi unë. Unë do të thoja dy fjallë për gjyshit, sepse kështu mbeti gjysh, dhe e bene e ka Meshat Hodobashi. Në fillim kur kam ardhur, si që tha dhe Bledi, i biri, jam njohur nëpërmjet shokut Bledit. Ai më tha, Lina, kam një shokun tim që ka nevojë për babaj. Okej, si e ka punë, është pa qefë dhe do nevojë për shërbim. Pa tjetër i thashë. Dhe kështu filloi rrjedhja dhe takimi me gjyshin. U takova me Bledin, paraqiti Bledi atë çfarë kishte për babajin. Dhe unë fillova punë. Dhe në fillim, si që kam unë, se jam mësuar që punoj shumë vite me të smurët dhe e kam në shprehjen time, atë ke qenë gjyshi, o gjyshi si e, edhe në fillim ta gjyshi. Da me ke patallë shi, i thash për zotë më kështë dhe më gjithë gjyshi nëna, edhe njëra i shumë stepa. Po miri ta si të themi tash, me thonë, në shatë, më vjen zorë, sepse vjen zorë të thonë. Sepse ti e baba im në moshë, tash. Po ti si dushta. Po, prap gjyshi do të themi tash. Edhe prap në gurët e kam, jo, mos u ti gjyshi. Okej, po e le. Erdi dita tjetër e dytë e punës. Prap, në gjyshi, e prap kjo tha. Gjyshi. Po jo, për mos u ti gjyshi. Po, them baba i thënë, jo, zdu. Atër në emër, jo, zdu. Po si t'ja për më të shumë? Mirë, të ishtë si dush pasaj. Erdi dita të reje, të e 4, e 5, deri 5 vjetë. Dhe si përfundim, ma je pranoj. Vazhdova me të në gjyshi. Dhe mas disa kohëve, do në thamë, të punës time, filloj pastaj ajo që unë fillova duke i tërgu shumë me historia ime, historia me punën time, me njerëzit që kam punu. Edhe këti, si kur ashtu, i erdi mirë, edhe tha, si është e mundur një grua në Shqipëri, që nuk njifet nga asnjë, tha, të bëj gjithë të punë për njerë, tha. Ja që ka i thashëm, Zoti e forcë, çdo njeri i thashëm, për bërë punë të mirë, thashëm. Dhe i ditë për ditësh, më tha më gjyshe, Olina tha, a mi jep ato historitë e tuja, tha, kam shumë qefra, që të bëj një libër, tha. Po për këtë ta bësh më? Po për ty më tha. Të pak të shkruaj unë për ty, tha. Dhe të mbetet histori për të gjithë njerëzit. Moza e redaktoi bashkë me mu, edhe me Bledin, sigurisht pavarësisht se Bledi ka pas shumë punë dhe është përjashtu disi nga libri, por me ndihmën e Mozës dhe timen, u bë ky libër dhe ai i donte shumë fakt librin që të botoheshin, e donte shumë pronovimi, e donte shumë që ai ishte sot, por ai është këtu, mes nesh, sepse është me librin që kanë gjetur. Pra libri të trazuara, misioni humanitar. Edhe kur i thash unë gjyshi, po pse ke bu këtë titull, më vej titull më të bukur, i thash unë. Tha jo, Ina, tha, pse ka bu këtë titull? Sepse jeta jote është tamam e trazuar. Një fëmijë i braktisur, siç tha Bledi. Dhe unë jam e tillë fëmijë që mund ka lënë prindrit që vogël dhe jam rrit në shtëpi të ndryshme, shtëpia të fëmijës, me fotografe, parashkollore, në përkondite dhe ja ku jam. Dhe çdo njeri mund të jetë, po të ketë forcën, dashurinë, dhe më bëj shumë. Tashi do ta falenderoj shumë gjyshin dhe Bledin që është i pranishëm këtu,
dhe për rinjët e ti. Faleminderit shumë. Nuk jo mbi, si që thajë, mbi jetën time, disa sekuenca. Faleminderit shumë. Bertisni fëmijët, ata janë lullet e jetës, e ardhmja e botës. Çdo herë që ti hap derën në zemrës tënde dhe afrohesh, do të më dëgjosh duke përsëritur pa pushuar. Nuk ka rëndësi se çfarë ke bërë, të dua ty për veten tënde. Eja tek unë me varfërinë tënde dhe mëkati, me vojtjet e tua dhe nevojat e tua, me dëshirën tënde për dashuri. Unë jam tek dera e zemrës tënde dhe trokas. Hape, sepse kam eti për ty. Në vitin 95 ka në Tereza, në shpinë ku ajo vete ka themelu, dhe unë pata fatin me qenë se unë punoj atje, kam qenë nga shqiptarët e parë që jam beku në Tereza, dhe që ka budore këtu dhe sot e kësaj ditë unë kam ditë të shënuara, dhe ka thënë do më gjesju që gjithë e din, dhe të dhe kohë. Që ishin të smur, dhe një nga ato unë kam jele, ka qenë një vajzë 5 vjeqe, pa këmbë, edhe sa e që unë futesha, nga që unë gjithmonë e kam të që jepsha shumë dashuri aty, dhe ajo rrjedh shumë e mua, sa e që ndodhemi në pikërisht në selin e paqes, ku slogani kryesor është të jetosh për hir të tjerëve. Dhe në këtë rast, edhe prindërit e vërtet që më shikojnë në buzëqeshje, dhe kam drejtën të ftoj Katerina Milollari, kryetare e Zyrës pranë Federatës Paqes. Ndërma, është një kënaqësi të jem sot këtu për të ndërruar figurën e Inës ka për të koloruar këtë librit, e jam shumë sigurt që librit është shumë i vlerë sepse më mësojmë vërtet nga shembulli i jetës së Inës, që vërtet besoj që ja vlen të mban të titull ambasadorit të paqes, dhe është vërtet një shembull që nga të cilit të marrim vërtet mësim. Dua të theksoj disa gjëra ku flasim mbi Inën, është shërbimi për të tjerët,
sakrifica, besimi dhe familje. Shërbime për të tjerët e kemi parë edhe shumë nga filmi, besoj edhe ju e dini shumë nga vetë Nina, sepse keni ardhur i të ftuar dhe e dini që ajo gjithmonë është e gatshme për të dhënë, edhe nga Gjepi kësaj, nga ndihma e familjarëve, domethënë jo që është shumë e pasur, por gjithmonë ka zemrën e pasur për t'i dhënë ato që ka dhe ato që nuk ka, dhe mëson edhe të tjerët për të njëjtën gjë, dhe gjithmonë është ndjeshme ndaj situatës së të tjerëve. Gjithashtu e sakrifica, sepse unë e di që shpesh Nina punon pa orari ditë e natën, domethënë gjithmonë është në shërbim të sëmurve, të njerëzit e të di që bashkëpunon edhe me Strezën e motrave të Nën Terezës, ku të shërben në mënyrë vullnetare të sëmurve atje. Sakrifica është besimi, sepse sigurisht diku duhet të buroj kjo forca për të dhënë shumë, dhe ju ndoshta edhe dini që Ina është një besimtare fortë, katolike, keni parë këtu që ka marrë bekimin edhe në vetë Nën Tereza, dhe sigurisht është besimi ajo që i shtyn për të menduar që jeta nuk është thjesht për të bërë çek sot për nesër, por që në jetën tonë ne duhet të japim edhe diçka më shumë, të zgjidhem shpejt, nëse ndodh një revolucion në mënyrën e të menduarit të njerëzve. Nëse çdo individ në çdo kohë fillon të kujdeset për tjetrin së pari, duke punuar bashkë me tjetrin, problemet e shoqërisë moderne do të zgjidhen. Ftojmë zonjën Albana Barçi, poezi nga autori i librit Meshat Kudobashit, Kush, si se u zhduk aroma. Aromë delse shpërndani në pra atmosferë. Lullet e modhës në dek kundërmonin erë. Bari lëndinave të dehte në pranverë. Dikur, speci dinte era spec. Veza era vez. Aroma e luleve shpërndaj larkë në ret. Qëreku i bardh, pjekur nga gjysha në tepsi, sa këndshëm të joshte aroma e grurit të ri. Aromën e fali Zoti, është dumti e ti. Zoti e desh njeriu, i dha mend edhe mshuri. Po si është përbleu njeriu me kryet e vet? Përdosi vebrën e hyt, ndërgjegja se vret. Çka ndodhur tash me petalet e trëndafilit? Apo me lulet e mollës, me lulet e karafilit? Pse qenë kam vysh kur lulet e bardha të zambakut? Pse qenë ka rinë gjurkeq, kurmi i lule kulmakut? Kur shtrien për mi lëndin, s'ndjej më aromë. Nuk ndjej më kënaqësi, po shtemi e parë të njohë. Pyllit, kur t'i kalon muhat kalpsirash. Aromë bari nuk ka, veç e gërsirash. Kush ja hoqi aromën luleve, bari gjeteve, që vet njeriu fotu, pushtuar prej veseve. Kush e rafshoi pyet tona dhe la tokën e shkret. Kush nuk e pranoi Zotin dhe bëri si di zhvet. Mos mirënjohsi njeri dhe ndërgjegja se vret. Ina Malhani punon plot dashuri dhe përkushtim për krah motrave të Nën Terezës. Në punën humanitare, ajo gjen mbështetjen e bashkëshortit, Petritit dhe vajzës Diata. Në vitin 1995, Ina pati fatin e madh që të takojë Nën Terezën. Prej saj mori bekimin për të vazhduar punën. Ajo ka qenë disa muaj vullnetare në Kalkuta të Indis. Në spektaklin Reto, që zhvillua në Odeonin e Pogradesit në drejtimin e producentes Gjilda Toska, Ina Malhani ka qenë sozia e Nën Terezës. Ina Malhani është ambasadore e paqes. Në vitin 2021 është vlerësuar nga Selia e Shenjtë nga vetë Papa Francesco me një certifikat me njohje. Bravo! Dekoratën ja dorëzoi vetë sekretari i Selisë së Shenjtë, që kishte ardhur enkas nga Vatikani me bekimin e Papës. Ina Malhani në vitin 2020 është dekoruar nga presidenti Ilir Meta, më falni tani, për merita të veçanta civile. Gjithashtu dhe nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Beliaj, për ndihmën e dhënë ndaj familjeve në nevojë. Ina Malhani është një gruaja e thjeshtë që jetoi jetën me të mirat dhe të këqijat e saj. Ajo e ka kaluar pothuajse gjithë jetën duke bërë bamirësi. Zoti bekoft.
U ka shërbyer të sëmurëve me probleme të shëndetit mendor. U ka shërbyer fëmijëve, ka shërbyer në spitale, ka shërbyer në azile, ka dhuruar gjak për të sëmurët talesemik. qendër bamirësie që unë drejtoj, më të moshuarit apo fëmijët e rrugës janë sistemuar tek qendra jonë, patjetër që nevoja për dorën tonë, sidomos ti nëse kanë pas pranë, më thënë që është punojse që ndërstonë aty. Nuk mund ta kontributin e imës nuk mund ta përshkruaj. Më falni që era pak një vonesë, po unë nuk e pas sekuencat, ndoshta unë i kam parë dhe këti kontributin e imës shumë madh. Unë e falenderoj dhe ju uroj shumë imës në këtë mision shumë fisnik, humanitar, është një mision shumë i bukur. Urime ime. Faleminderit për Program në vazhdim, do të lexoj një fragment nga libri i Zotit Meshaku Dodashi. Më pas do ketë diskutime të lira për të shëruar të japim mendimin për veprës. Dhe në mbyllje një koktejl dhe gjatë të cilit do shfaqet edhe një video më cilësor, më përfaqësuese e veprës së Tina Majtani. Apo të dinjësor me ato kuqe të vuanit. Nuk mjafton vetëm kjo veprim humane. Për ata përpiqen që dhimbjen e tyre ta ndajnë bashkë.
T'ja lexojmë Biblën të fatkeqësinë, vetëm me fjalë, duke ngushëlluar, për duke u falur diçka nga goja e tyre, duke hequr nga goja e vet apo nga goja e fëmijëve. Por fisnikëria e tyre shfaqet në sjelljen e tyre midis shoqërisë, po ashtu edhe shpirtmallësia. Ata nuk flasin kur për veten e tyre, nuk e reklamojnë para syve apo veshëve të njerëzve bëmat e tyre. E bëjnë të mirën për kënaqësinë e shpirtit të tyre, as pak për syt apo për veshët e botës. Pra, në këto kohra të vështira, këto njerëz janë të rrallë. Shoqëria jonë ka nevojë për këta njerëz. Qërina, unë kam shumë dëshirë dhe Zoti ka thirrë që ti t'ishe vësht, dhe më thamë, në këtë shtëpi. Dhe unë nuk zova, vërtet, ku më thamë. Edhe nuk ezitova, pa i thamë direkt, po. Shtëpia ku ti do të qëndrosh, drejtori nga pret, shokët e tu të presin, dhe do jesh shumë mirë, do të plotëson të gjitha kushtet që ka nevojë se një. Okej? Vetë në mëllaj dhe kështu që u detyrova që shkoj ndihmë dhe isha raportuar të gjëra, se kështu që do të një shok që një të familjen, edhe familja më thua, kështu që Zoti do të unë në skata më vogël që energji, shumë nga dhe jetë energji, më pris familja u da. Kaluar Kozeta Zëralani, dhe një pas bëra në marë që në vjerë në Valonda dhe sa gjithar për emocionet e kësaj dite. Faleminderit. Mos u tremni nga pamja se kam operuar perden e syrit, po jam në lajtë. Faleminderit. Dua të falenderoj Inën që ekziston dhe që na nderon ne. Unë ndjem e lumtur dhe e privilegjuar që kam pasur fatin të t'jap titullin si ambasadore e paqes. Shkletova librin si nuk e ke atë foton kur je emëruar ambasadore e paqes, ndoshta do ta gjej. Është fat që një grua të rrallë ta kemi midis nesh. U thane, u stërthan, po unë përsëri do ta përsëris. Është një grua e rrallë, ashtu buzëqeshur, e shikon gjithandej ku do shkosh. Do shkoj aty, asnjëherë nuk ndalet, hajtë pim një kafe, jo nuk kam kohë se më presin këtu, më presin atje, gjithmonë në shërbimit të tjerëve. Nëse është dikush në majtë të titullit ambasador për paqe, ajo është Ina Malhani. Dhe ne krenohemi me ty. Gëzohem që të kemi mike dhe të paçim paç shëndete, jetë të gjatë dhe na frymëzosh të gjithave. Unë u ndjeva pak xheloze për Zotin e Shat që ka bërë librin, sepse edhe kur kam dëgjuar historitë e tua, edhe unë kam qenë një nga ato që kam thënë historitë e tua duhet t'i shkruajmë që t'i mësojmë të gjithë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Biona Malaj, nga Tropoja, banoj në Londër, po jetën time kam da vitet e fundit dhe vjeçare e fundit e kam dalë mes Tiranës e Londrës, dhe jam shumë e lumtur që unë i shërbej popullit tim, atëherë tim, aq sa mundemi. E pasur nuk kam qenë asnjëherë, por çfarë kam pasur dhe çfarë do të kem, unë do t'i ndaj me popullin tim, aty ku jam lindur, ku jam rritur, dhe pse jo mos jemi misionare ashtu sikur është edhe Ina. Unë e përgëzoj shumë Inën sot që erdha këtu, jam shumë i lumtur sinqerisht, nga një festë e zonjës Flutura që jemi nike, tha kështu shumë më tregoj për Inën, thash po, unë isha në Lezhë për momentin sepse jam edhe misionare për pajtimin e gjaqeve, gëzoj nga babai im, edhe mora rrugën e herët edhe që t'jem afër jush, të mësoj pak më shumë, të di pak më shumë se çfarë bëhet edhe këtu në Shqipëri, megjithëse jam pjesë e Shqipërisë në çdo moment, dhe unë po vazhdoj punën time, jetën time, ashtu siç e kam vazhduar 40 vite me radhë,
edhe përpara se t'i kenë kurbet, edhe mbrapa, dhe kështu që ju përgëzoj të gjithëve, dhe të gjithë keni mundësi që t'japim nga pak. Shumë e dashur, që në gjimnaz, katër vitet e shkollës mesme. Ina u folë këtu që shërben shumë. Sigurisht shërben shumë, po Ina falë shumë dashuri. Dhe këtë dashuri e ka dhënë që në atë kohë që ishte një nxënëse, edhe pse i mungoi dashuria e madhe e prindërve, aq më tepër e nënës, që në pas filloi me një dashuri shumë të madhe ta kërkonte. Pra, Ina është e veçantë nga çdo gjë. Dhe si e tillë, kontriboi pastaj në këto vite me shembullin e saj për gjithë njerëzimin në nevojë. Përshëndetje të gjithëve. Me Inën më ka njohur rastësia. Ndonjëherë rastësia shumë drejt i kohës, ndonjëherë rastësia të lidh dhe të takon me njerëz që do t'i kishte fakti të ka sjellë dhe të ka shënjestruar. Do të jetë atë modeli që gjithsekush do të kishte që t'i ndiqte. Unë nuk dua të heq, nuk dua të shtoj, po fjalët për Inën nuk kanë fund, dhe nëse do të ishte një tabelë që do të thoshte sa pluse ka njeriu, tek Ina ekzistojnë të gjitha. Do doja të shkruaj libër. Në fakt, dëshira e Neshatit do kishte qenë që libri i tij të nxiste libra të tjerë. Dhe pikërisht këtë tha ato 10 ditë ose një javë para se të ndodhte jetë që nuk mjafton libri, duhet më shumë për Inën. Kështu që të nxis, ta bësh ti librin për Inën, ose për rastësi. Një gjë e Bujanit ka vend për një tjetër, dhe Bujana ti mund të jesh një tjetër që jep dhe që jep dhe që jep. Mirë, shumë mirë. Po ulo, po t'i japim, kush do t'i marrë? Ina, do shkja. Ajde do dalë me barqë me. Po të takoj. Jo, ke profesorin e kam po. Ajde dalë me barqë. Okej, atëherë, Maria, Ishte shumë mirë. Mirë. Po do na lidhë datën 21 e ftuar atje. Ku? Datën 21 jam fushkrujt ke që. Kam 20 familje. Urime. Miro pafshi. Kalosh mirë. Faleminderit. Mos. Pa çfarë thua? Ja, E të burë për osët. Për një ishte